E kisha unë një dhurat nga margjimtari. Një miku im, i cili zeqatin tek unë e ka dhënë 25.000 euro. 25.000 euro? Po, nuk e kam thënë, këtë është hera e parë, do me thonë, që e bëj live, dhe jam shumë mirë njohës për këtë njeri, dhe jam faleminderues, Zoti është përbleft, po edhe kam nga ato që më japin edhe 5 euro. Edhe atë e vlerësoj shumë, do me thonë. Dhe ajo shpërblimi nuk dihet ku është, 25 apo 5, apo si do që tjetë ato mjafton që e kam bo zemrë. Por jam për çdo njënin faleminderues dhe shumë mirë njohës. Po që t'jap është 25.000 euro, do me thonë është diçka shumë e madhe, dhe unë realisht edhe pse nuk e di kush është, dhe nuk dom që t'ja marrim meritat për t'ja përmend emri. Për shkak se Zoti thotë nëse jep diçka me dorën e gjatë nuk duhet ta shefë majta. Kështu që ne për mos ja marr se vapet, ne falenderojmë kështu dhe jashtë përmendjes së emrit. Do të thonë pas ka edhe kësi njerëz këtu apo që japin. Ka. Edhe ka pas edhe raste asona duhet ala, do me thonë, duhet i ndihmojmë atij personi, si funksionon. Po më ka erdhur realisht edhe marri, kom thonë jo, rregull është. Edhe nëse ka pas nevojë diçka, e di. Është njeriu me 7 zemra i them. Po ka njerëz me 7 zemra.